Jemi në hapësirën e të ftuarit të ditës dhe në fakt sot do të flasim për një instrument shumë të dashur për shqiptarët dhe shumë të shtrenjtë për sa i përket asaj që përfaqëson ndër vite lahuta në fakt, edhe pse duket sikur lahutën na e kanë marrë, por gjithsesi e rëndësishme është që ne vazhdojmë ta konsiderojmë tonën. Jam me një ndër lautarët më të shuar, Yunus Delaj në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Yunus, besoj për ju lahuta është ndër instrumentet më shtrenjta që kemi si shqiptarë, po jo, të kombit. Për cilë emocion tek ju. Po, normalisht, lahuta është i vegël, shumë e lashtë dhe unë, si malsor i mbirëshët Kelmenit, unë e zgjeta atë lahutë të varër për balë dhe pushkës, cili malsori ishin si një binëm, që i kishte si një binëm, për lahutën për të mërojt trojet, dhe më thënë pushkën për të mërojt trojet dhe lahutën për të kënduar trimave. E megjithatë lahutën duket sikur na e morën, apo e shitëm kaq lehtë. Tani, e trautuam ne lahutën, a lahuta na trautoi ne, se nuk dihet kjo gjë. Tashi, kjo është një temë që është hap para do kohësh, në fakt. Vazhdon të mbetet ende konkrete. Ne po tretemi pak a shumë. Dhe nuk na ka as kërkush faj, por jemi ne ata që nuk kujdesemi për vlerat tona. Ç'do të thotë kjo? Kjo do të thotë, për mendimin tim, sepse lahuta është kaq e lashtë sa vetë krishnikët. Është kaq e lashtë sa që Fishta i Madh e ka shprehë në librat e tij dhe thot, lahuta është kaq e lashtë sa që ne shqiptarët, ilirët, e pellazët, jemi ata thot që kemi ardhur 2000 vjet përpara, thot ne shënuam thot 2000 vjet jetë thot këtu dhe slavët thot erdhën nga shpellat urale bile. Kështu e shpreh Fishta, nga shpellat urale, edhe tash por megjithatë ashtu siç mendoj unë dhe siç e kemi diktuar me njerëzit që me specialistën kështu, atë nuk e kanë marrë. Bile nuk do të ekzistojë kjo sepse e kanë marrë, në morën apo kështu. Ajo mund të jetë një instrument që ata e kanë trashëguar më e gishëm, por jo se e kanë marrë. Se nuk erdhen me të prej atje ku thot Fishta. Atëherë çfarë ndodhi? Atëherë ndodhi sepse ata sepse ne duket sikur lahutën e kemi si një lloj simbioze tonë. Lahuta dhe shqiptarët duket sikur janë simbiozë së bashku, po gjithsesi sot UNESCO nuk e njeh lahutën shqiptare, e njeh lahutën serbe. Jo, ajo mund të jetë një pjesë. Është, domethënë, lahutë mund të jetë lahuta, po jo lahuta e serbe, e lahuta shqiptare. Kështu ka ndodhur me UNESCO-n. Normalisht, UNESCO është... Si e pritet këtë vendim të saj? Unë besoj që është pak e nxituar, sepse dhe ne nuk jemi thash të kujdesshëm. Pra faji është i yni që se kemi mbrojtur. Patjetër. Nuk jemi të kujdesshëm për të ruajtur vlerat tona. Slavët, edhe pse kanë ardhur, edhe pse gjetën lahutën këtu, atyne ju pëlqeu dhe nuk ka pas vite që mos bëjnë festival lahutarësh. Unë bile kam kanë edhe është edhe një tub. Unë kam kanë në një festival të tyre. Pra festival serb. Patjetër, ata e bëjnë çdo vit e bëjnë. Ndërkohë në vendin tonë nuk zhvillohet një festival lahute. Shumë pak. Ne kemi trajtuar lahutën si një vegël bashkëvepruese me koncertet për shembull. Me koncertet tjetë një lahuta, u thon. Po nuk i kemi dhënë një rëndësi. Jo, absolutisht. Vetjake, po themi, për ta shquar si instrument. E në fakt, flasim pak për eksperiencën personale dhe kontaktin personal me lahutën. Sa vite keni? Sa vite ka Yunusi dhe lahuta? Yunusi është i datëlinjës 50, kurse unë lahutën e kam përdorur qysh 7 vjeç. Do me thënë një jetë me lahutën. Një jetë me lahutën. Si ka lindur kjo dëshirë? Po, unë dhe thash, pra, e gjeta një lahut atje në murin e shtëpisë time, në të ballë murit krejt qajgj, nëse... Në asqaro, çfarë? Tymnave që grumbullohen, se shtëpiat ishin shumë të lodhuna,
Në më thonë, edhe pse Gëlqirja ka dalë me sheku kush është Gëlqirja, për ta zbardhua atë, por varfëria ka kënë e tillë, që s'ka mujtë edhe më shumë. Pra, tek një ballë murit me çaj, me blozë, po e afroj fije blozë, se që i kuptoj njërë të bërë më thjesht kuptimin e fjalës çaj, po. Edhe unë fillova t'i bie. Ky instrument që ju e gjetët në këtë pjesë të shtëpisë ishte i trashëguar nga kush? Bravo, shumë mirë që dole në këtë pjesë. Gjyshim ka vdek 103 vjeç. 103 vjeç. Historia e jashtëzakonshme. Gjyshi babës 97. Edhe po këta i kanë ra, po edhe baba i ka ra. Pra një traditë e gjatë. Është trashëgimi 3 brezësh. Traditë e gjatë. Pra kjo ka 1300 vjetë që e di unë në shpinë time. Po mirë, ju a imponoi dikush këtë lahut nga prindërit sigurisht? Patjetër, sa jo, pse po të ishin 3 breza, sepse gjyshi babës ja la gjyshit, të më gjyshit babës ja la gjyshit tem, gjyshjem e babëm, që kanë vdek sa 103 me 97 kanë vdek. Baba ka vdek i fje me i është të gjithësësi, por edhaj të 90 vjetë që ka vdek edhaj dhe dhe më thonë janë 1300 vjetë që... Pasaj duket sikur nuk ju ndadhe asë një herë, lahutës. Ja, absolutisht. Absolutisht, unë s'jam nda, por për kundrazi jam mundua dhe këte s'ka rëndësi se kush ta din. Unë kisha kënu dhe në mënyrat të tjera, por kam dash mirujt. Falë dhe muzikantëve tonë, shqiptarë, që e kishim matë kujdeshëm, si dritë pachin, si Qezadeja, si Tish Daia, që i kemi dhe shkodran, Medjan Kapedanin e tonin të Shkodrës, e me këtë tjerë, si me thonë, si Mëzef Qobën, që ka punu dhe në Shtëpi Kulturës. Pra, ata... Kishin një kujdes më të veçantë ndaj këtyre instrumenteve, po thonin? Ishte shumë. Shëndodhë me artistët e sotëm, mendoni që nuk janë aq vlerësue sa duhet ndaj instrumente që përfaqësojnë trashëgimi kulturore për kombin? Qa të thëmë? Mendoj se keni thënë shumë me këtë përgjigje, për fatin e keq. Megjithatë, sa knetësi ju ka lënë gjatë tyre viteve lahuta? Po, unë vërtet, kam lëviz në shumë venet e Evropës. Edhe qysh në 73-in, kam kënë në festivalin Balkanik në Ohër, të Jugoslavis, bëhaj një festival balkanik. Je shuar, pra. Edhe masanej kam kënë disa herë, edhe në Kosovë, në ato vite që ishte kështu, në Turqi, në Francë, në Gjermani, në Austri, në shumë Kryesisht për shqiptarët atje? Sigurisht. Në Venecë, bile atje kam kujtime shumë të shumë, sepse ishin shumë specialistë të Evropës, edhe kam pas 22 minuta program vetëm unë. Vetëm dedikuar lahutës, pra ju dhe lahutës, duke folë për vlerat e saj, duke kënduar, këngë. A është e vështirë të jesh në një performancë me lahutën? Çfarë kërkohet? Disa rregulla teknike që mund t'i dim dhe mund t'i bashkëndaj me shikues? Po elementi i parë është njeriu, i cili pra elementi i parë është njeriu që ka pasionin, aftësi për ta mësuar. Pasion edhe aftësi, normalisht pasion. A është e vështirë për ta mësuar lahutën? A mund ta mësoj do kushdo? Kushdo, normalisht që jo. Por mësohet lahuta, se nuk është që nuk mësohet. Ndoshta se kjo është një shka si violina që i bjet vetëm me gishta, kështu. Pra, por ne kemi një dallim që bela po ta prishi pyetjen. Me serbet kena një dallim na. Se ata i bien me kështu, me bulin e gishtit. Edhe majnë... Ndërkohë ne? Po, edhe majnë kështu. Kështu. Me kokë poshtë, ndoshta? Po, diçka kështu. Mënyrë, po, e mështesin kështu, si vertikali, diçka kështu. Ndërkohë ne? Po, e mështesin, do më thënë, i bien me këtu, por e zbret këtu. Kurse ne i bien kështu. Edhe e mështesin, gishtat i mështesin të këtu.
Ndërkohë në fund të bisedës do të kemi një performancë nga Jonus Delaj me lahut dhe kjo do thotë që kemi dallim nga serbët, pra edhe për mënyrën se si ekzekutojmë ndoshta një performancë me lahut. Edhe mënyrën e asaj, po edhe mënyrën se si është lahuta serbe. Ndryshojnë lahuta në aspektin fizik. Po si, ndryshojnë simbolet. Ndryshojnë simbolet, krejt. Ndërkohë që lahuta jonë ka simbolin e shqiponjës. Kokën e dhis. Kokën, okay. Kështu që kjo është një dallim. Dhe simbolizon kokën e Skënderbeut. Për krenarën e Skënderbeut. Megjithatë, kemi ardhur duke u shqiponjë, s'ka ndonjë gjë, por megjithatë edhe shqiponja ndryshon. Edhe shqiponja ndryshon nga... Patjetër, shqiponja jonë është ndryshe me të tyre. Në kohët e sotme, Jonus, sa e vështirë është për ta ruajtur këtë instrument? Po ka institucionet kulturore. Po thoni që nuk ka përkujdesje? Ne jemi në malsinë e madhe dhe nuk kena një dhomë ku të mlidhen artistet. Dhe po të vdesim ne, lahuta ka vdek. Fylli, po, ka vdek. Kënga a kapele që i kemi pas, çiftelia ka shumë vonë në malësit madhe. A mendoni se është një detyrë morale edhe artistëve si ju për ta trashëguar ndoshta brezit të ri këtë vlerë të pashoqe tek brezi i ri? Një lloj detyre morale? Po morale. Ku janë gjurmët që mund ta njohësh një këmbë? Arti dhe kultura janë gjurmë më kryesore. Historiani dërmanin e merr tek unë, tek ti, tek tjetri, domethënë tek këta element e merr që shkruan që bën. Pa mua nuk ka ku me ditaj. Duhet edhe mbështetja sigurisht, është e rëndësishme patjetër. Pa mbështetje. Atëherë si do të jetë ardhmja e lahutës shqiptare në kushtet e neglizhencës qeveritare, ndoshta të institucioneve drejtuese, çfarë mund bëhet? Ne duam ta ruajmë shumë këtë instrument. Qysh na kështu tretet duke vdekur njerëzit, duke lanë gjurmë, por duhet t'i trashëgojmë, se përndryshe ato treten komplet edhe s'kem çfarë më thonë. Si sillet brezi i ri ndaj këtyre instrumenteve? Në përgjithësi, ndjeni se ka interes për të qenë pranë? Unë po e teproj pak. Shpesh njerëzit më thonë legjend. Sigurisht për vlera dhe për eksperiencën që keni patur, ashtu duhet konsideruar. Po, unë vërtet nuk jam ndonjë legjend. Unë kam trashëguar këto vlera, sepse e thaç edhe një hershmërinë, siç e fola parë, edhe në kohën e kreshnikëve lahuta ka kënë. Kreshnikët. Duhet ju ndërpres vetëm për pak. Pse lahuta konsiderohet më tepër një instrument mashkullor tek ne shqiptarët? Femra lahutare, në raste të rralla, mund të kemi dëgjuar. E kemi patur në studio një, po. Lumturi e nonaj. Po, kena disa, kena edhe një kilmense që ka marrë pjesë. Edhe kjo është malsora. Po gjithmonë janë të rralla, duhet thënë, në raport me meshkujt që në përgjithësi janë ushtrues më të rregullt të lahutës. Nëse kemi lexuar pak a shumë tek kënga e Gjergjer Salis në plagë, kur e motra shkon, dhe i thot kujdes, i thot, kur të shkosh se kanë me të provokuar, thot, kanë me dhënë furkën, kanë me dhënë thot lahutën, kanë me dhënë disa gjëra me provokuar. Edhe kjo, ja japin furkën se kjo veshet si djalë, edhe dënë t'i marrin hakun vllajt. Se Gjergjer Salis ishte me nën plagë, edhe i kishte qovë balozi, i kishte dërguar që të më vishin në duel. Atëherë tha kujdesu, sa se kanë me dhënë furkën, po ti keme gjua furkën. Kujdes se kanë me dhënë këte. Qajto konë gruas, për shembull. Po. Furkën për tjerë. Janë të ndara instrumentet për gra dhe për burra. Po. Edhe kjo i thon lahutën. I prun lahutën për ta vërtetuar nëse është djala, kjo era lahutës dhe i knoj. Po a ka një histori pse është e lidhur gjithmonë lahuta me burrat?
Po, A burrat... dini ta spjegoni ndoshta? Po, në fakt se lahuta, po thëm, i ka vajtua, po i thëm vajtua, po ka knut trimave. Edhe unë kam një diçka shumë originale. Në kohën kur Radio Prishtina Po? nxirrte disa batuta, edhe i thot, Mixha, në batuta që shkëmbenin artistat, po është krejt e vërtet, i thot, po lahutën thot, s'ka mujtë thot ta vras as kërkush thot, sepse kraj Nikolaj Malezi, atëherë në atë kohë knjazi, i thot generalit të ushtrisë, ishte ngujuar në urnën e Zhanitës, se kështu mund të flasim deri natë, jam thënë për ta Sigurisht për ta përmbledhur pak. I thot, po pse ke met në urnë Zhanitës, si thot. Thot, po kam met se s'mund vras lahutarin. Ishte ngujua, po ç'punë ka lahutari, tha. Po ka punë sa lahutari. Sa vritet një, i thot generali, sa vritet një malsor, thot, që i vrasim një malsor, a ju bën këngë, thot, edhe malsorët ngrihen. Pra vlera e jashtëzakonshme një lahutari, në fakt. Po, pra, ka që pjedesal duhet dhënë lahutarit. Edhe unë mbi këtë bazë kam bërë një këngë, ndoshta po ja lam pjesës që të ta interpretoj patjetër. Jemi drejt fundit të bisedës, ama duhet ju pyes, ju po ja trashëgoni dikujt këtë pasion tuaj kaq të madh? Vaj, shumë pak, sa me thonë, shumë pak ka interes, ka thaq, kur institucioni, se duhet me të dhanë dikush, për tip një shkallë, duhet dikush me të një muë, kështu që? Nuk keni pasur asnjë mbështetje sa i përket... Ja, absolutisht. Unë sot jam në pension, jam 70 vjeç, por 30 vjeç që është demokracia, njëherë një 5 lekë shmarë se kam nga shteti, veç kur kam shku tek në individ që i ka edhe keq, që më thonë gjina, këj pëna ashtu... Ju vjen keq për këtë mënyrë se si në përgjithësi vendi ynë trajton artistët? Duhet bëj më tepër, besoj. A keni një thirrje për t'i bërë? Qoftë dhe për artistët e rinj që duan ta vazhdojnë një traditë të tillë. Po, normalisht, unë kam kërkuar disa herë që t'jepet një dhomë dikun, nuk pa flas për artistët përgjithësi, po një dhomë për të mësuar veglat, se mundet që sa është i vogël. Që konsiderohen thellësisht kombëtare. Mirë, po, unë s'kam forcë ekonomike për ta paguar, as se atës po thoma, se vjen shumë, po s'kam forcë ekonomike, duhet me pagu institucionin, duhet me pagu me ble vegla, duhet me... Pra, ka shumë shpenzime. Megjithatë, Jonuz, ju vazhdoni të jeni prezent në kompeticione të ndryshme, apo jo, në konkurse? Në pjesëmarrje në festivale? Vazhdoj, shkojmë, po vazhdoj. Sa këtë si ndjeni? Sa drejtën, shtire kam që ta la, nuk ju bëhet për ta lënë, duhet ta pranojmë. Nuk më bëhet, megjithatë, unë të thaç edhe parë, se s'po e shojmë, unë të kisha dhënë fjalën, po unë mora taksi për të ardhur këtu. Kjo është e vërtet sakrifica e një artisti si Jonuz Delaj, i cili sigurisht duhet përmendur patjetër. Mirë, pas pak ne do të kemi performancën e Jonuzit, unë dua të bëj një shkëputje të vogël sa t'i japi mundësi edhe Jonuzit për të marrë lahutën dhe për të na prezantuar një material me lahutër sigurisht thellësisht shqiptare, ne duhet ta konsiderojmë përsëri shqiptare pavarësisht faktit se si na një bota. Kjo është shqiptare, nuk do të kalojmë edhe tepër në ashtu. Madje ju përmendët edhe disa dallime që kemi nga serbët. Si instrument e ka pranuar, aq më keq se ne ambasadorin e këna edhe malsor, ambasadorin që na përfaqëson në UNESCO. Bëjmë një shkëputje të vogël atëherë për të rikthyer më pas me performancën e Jonuz Delajt. Lahut sa
gjak të lirve o t'i keni. E mitel tanë shumë gishtaran, unë faqen tanë o shumë lotë u pane. Krajnë Nikola patë thanë dikur, vete manësinë s'mund t'a shtroj kur. I për pavëravat e lahutar, se në kongë trimat po min gjall, e në kuven malet o po mi ule. Por lahutarin o sevra